Mirë se keni ardhur në këtë takim me disa prej aktorëve që mund të bëjnë të mundur jetësimin e ëndrave. Kjo është një tryezë e ngritur për të njohur me një program të rëndësishëm investimesh kapitale për Bregdetin e Jugut, për Bregdetin e Jonit të Shqipërisë. Sikur se e dini, jemi në prag të përfundimit të 100 ditëve të para të qeverisjes dhe në krye të punës janë ndarë me të gjithë prioritetet e qeverisë për zhvillimin urban dhe rajonal të integruar me turizmin. Është thënë se do të hartohet një program i veçantë për Bregdetin e Jonit, që konsiston në pastrimin e territorit nga informaliteti dhe keqpërdorimi dhe do të paraqiten modelet e para të rigjenerimit të qëndrueshëm të hapësirave urbane dhe natyrore me potencial zhvillimin e turizmit. Synimi është që Shqipëria të vendoset si një destinacion i preferuar në ofertën mesvetare të tregut kombëtar të turizmit, duke krijuar një imazh të ri për Shqipërinë turistike, duke shfrytzuar potenciale dhe burime vendore, duke u fokusuar në atë çka është unike në Shqipëri dhe duke ofruar shërbim në përputhje me standardet ndërkombëtare. Unik është Bregdeti i Jonit. Në Shqipëri ndaj është edhe përzgjedhur si zona pilot e qeverisë për implementimin e një modeli turizmi të integruar aktiv social me fokus dimensionin kulturor, natyror dhe ekologjik. Tashmë bregu ka filluar të pastrohet. Projektet pilot të rigjenerimit urban ka nisur nga puna dhe planifikimi integruar i bregut ka filluar procesin e tij. Por, përveç rehabilitimit mjedisor i cili po i kthen hapësirat publike qytetarëve dhe vendasve, përveç proceseve planifikuese që do të sigurojnë vizionin e qëndrueshëm të zhvillimit, janë të nevojshme të kryen edhe investime për përmirësimin e menjëhershëm të infrastrukturës lokale, investime strategjike të cilat do të japin mundësi zonave të Bregdetit në veçanti të shërbejnë më mirë në kuadër të sektorit të turizmit, por mbi të gjitha të gëzojnë kushte të favorshme jetese. Tryeza e sotme është organizuar pikërisht për të njohur me një program investimesh kapitale për Bregdetin e Jugut dhe është e vështirë të vlerësosh të nderuar kolegë, të nderuar donator, të nderuar kryetar komunash dhe bashkish të Bregut të Jugut, të nderuar përfaqësues të qeverisë, i nderuar kryeministër, është e vështirë të vlerësosh se kush më pak e kush më shumë nga ju të pranishëm është i interesuar të thrasë në një takim të tillë ku do diskutohen mundësitë për investime në fushën e infrastrukturës që lidhen ngushtë me zhvillimin e zonës bregdetare. Përfaqësuesit e komunitetit të zonës në parlament, pra deputetët e zgjedhur të qarkut të Vlorës, janë ata që kanë patur mundësinë të njohin më nga afër problemet dhe të dëgjojnë çështjet për të cilat banorët kërkojnë zgjidhje. Dhe janë pikërisht ata që kanë kërkuar dhe iniciimin e kësaj tryeze fillimisht. Këtu të pranishëm kemi zotin Koço Kogdhima, zonjën Luiza Gjuvani, zotin Andrea Marto, zonjën Valentina Leskaj, zotin Fatmir Toçi, të cilët janë përfaqësues të këtij komuniteti, përfaqësues deputet të zgjedhur në parlament, dhe unë do të vazhdoj, do t'i ftoj 3 prej deputetëve të zonës, zotin Koço Kogdhima, zonjën Luiza Gjuvani dhe zotin Andrea Marto, që të bëjnë një fjalë përshëndetse për takimin e sotëm. Faleminderit. I dashur kryeministër i Shqipërisë, të shtrejt ju falenderojmë nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë, në një periudhë që ne e dim shumë mirë, aq të ngarkuar për ju. Dhe kjo është shprehje e kujdesit shumë të lartë të qeverisë sonë dhe të kryeministrit për zhvillimin e zonës rretheve të Sarandës, të Delvinës e të Himarës dhe për aktivizimin e të gjitha potencialeve të tyre për një ekonomi më të mirë dhe për një jetë më të cilësore të banorëve të kësaj zone. Sot këtu kemi ministren Eglantina Gjermeni, ministrin Bledi Quqi, kemi deputetët Valentina Leskaj e Fatmir Toçi, kemi prefektin Besnik Dervishi, zëvendës prefektët e Sarandës dhe Delvinës, dhe dëshiroj t'i falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen e tyre dhe për mbështetjen që i japin punës sonë. Ne kemi në këtë sallë sot këtu
shumë miq dhe të ftuar, kryetar komunash, figura të mençura edhe të moçme të fshatrave dhe qyteteve tona, intelektual të zot, njerëz me ndikim. Dhe me këtë rast të shëroj gjithashtu t'i falenderoj për pjesëmarrjen e tyre. Në ndërtimin dhe në hartimin e këtij projekti ose të këtij programi kanë marrë pjesë më shumë se 45 ekspert, të cilët kanë punuar për më shumë se 4 muaj në këtë program investimesh kapitale në zonën e Jugut, i cili u parapri nga një diskutim i gjerë në fushatën elektorale të 23 qershorit. Kanë marrë pjesë 35 ekspert dhe specialist të komunave dhe bashkive dhe 10 ekspert dhe specialist të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Me këtë rast duaj që t'i falenderoj të gjithë ekspertët e komunave, bashkive dhe drejtuesit e tyre, veçanërisht Fondin Shqiptar të Zhvillimit, specialistë e angazhuar në këtë projekt dhe drejtorin Benet Beci që e bëri këtë punë me shumë përkushtim dhe pasion. Në këtë program janë përfshirë 123 projekte me vlerë afërsisht $127 milion. Sigurisht që na ka shpëtuar edhe në një gjë. Do duhet të ishte në këtë program rruga e Navaricës, ashtu siç duhet të ishin edhe rruga e Çorajt dhe Efterës. Por këto mund të përfshihen në versionin final të projektit. Vetëm komuna e Vergos nuk ka mundur të bashkëpunoj me këtë program. Ndofta ka akoma ditë që edhe ky nonsens të rregullohet. Mes nesh është bërë familjar emri i shkurtuar për këtë program që quhet PIKU. Kështu PIKU sot përfshin 126 projekte, 50% e të cilave janë projekte teknike të gatshme për financim dhe zbatim. Ndërsa 50% e pjesës tjetër kërkojnë që të rishikohen dhe të përmirësohen në standarde të tilla që do të ishin të gatshme për t'ju paraqitur donatorëve të ndryshëm ndërkombëtar për financim. Për këtë punë, për përmirësimin e këtyj 50% të projekteve, nevojiten $2 milion. Kështu, për 126 projektet e PIKut, gjithsejt nevojiten $135 milion. 133 milion për zbatim dhe 2 milion për të bërë rishikimin dhe përmirësimin e projekteve. PIKu ka një rëndësi të veçantë për të përmirësuar infrastrukturën e investimeve kapitale në jugun e Shqipërisë dhe për të rritur si ekonominë e kësaj zone, ashtu edhe cilësinë e jetës në të. Në programin e qeverisë son, zhvillimi i kësaj zone është dhe përbën një prioritet të veçantë. Objektivat e kësaj konference për ne janë 3. Së pari, ne duam që kjo konferencë të ndihmojë që ky program të përfshihet në prioritetet e qeverisë shqiptare për zhvillim. Së dyti, ne dëshirojmë që kjo konferencë të ndihmojë gjetjen e financimit prej $2 milion për të bërë rishikimin dhe përmirësimin e të gjitha projekteve teknike për 50% e dytë të tyre, me qëllim që të gjitha projektet të jenë të gatshme për të aplikuar për financim dhe zbatim. Dhe së treti, ne dëshirojmë që kjo konferencë të ndihmojë në financimin e 126 projekteve të programit PIK me gjithsej $133 milion. Ju faleminderit.
Falenderit. Të nderuar miq, i nderuar zoti kryeministër. Për mua dy janë shtyllat bazë të kumbështetit një politikë sociale, një politikë e ndershme, një politikë që e merr inspirimin zhvillues nga baza, nga njerëzit, nga toka, është fjala e dhënë dhe fjala e mbajtur. Sot ne jemi mbledhur të gjithë këtu për të instaluar atë më të rëndësishmen, më të dukshmen, që është e prekshme, që është për gjithë njerëzit e komunitetit, për gjithë shqiptarët, për gjithë ne. Pra fjalën e mbajtur. Fatkeqësisht, problemet tona janë shumë të mëdha, janë evidente, janë të dukshme, janë të prekshme, nuk janë probleme të së ardhmes, por janë emergjente. E njoh mirë këtë zonë dhe dua të jem realiste. Pra, ekzigjenca, egoizmi, sfidat e qeverisë këtë radhë pa bujë, pa propagandë, pa flamuj fushate, mendoj dhe ndjej se janë fillimi i një progresi të mundshëm edhe të realizueshëm. Jam optimiste, sepse jemi të gjithë faktorë të mbledhur këtu bashkë përballë këtij aksioni ekonomik, përballë këtij aksioni konkret zhvillues, jetik, që jap portën e një qeverisje për të bërë dhe jo për të thënë. Si deputete e kësaj zone do të më falni që flas me fjalorin e jugut. Pra, dua të falenderoj, të shpreh besimin tim të plot për rrugtimin e kësaj qeverisje me Edin, i cili nuk zhgënjen, por sfidon dhe vepron. Na ngelet ne që të jemi energjik, të jemi besues edhe të përkushtuar. Faleminderit. Nderuar zoti kryeministër, të nderuar zotërinj ministra, kolegë deputet, zoti prefekt, përfaqësues të pushtetit vendor, dhe për mua si deputet Delvinës është një nder i madh që të asistoj dhe të jem pjesë e kësaj trijeze dhe këtij bashkëpunimi. Duke qenë deputeti Delvinës, unë kam parë nga afër se Delvina, një zonë e cila ka qenë në të shkuarën mjaft e zhvilluar, është lënë pas dore ose është braktisur nga investimet. Kjo zonë me një popullsi të edukuar, qytetare, dhe që ka qenë gjithmonë e përgjegjshme ndaj detyrimeve të shtetit, gjithmonë është lënë pas në investime. Dhe prandaj qeverisja e re me iniciativa ndërmarra është një fat që dhe për jugun të kenë përparësi investimet. Unë do them që projekti i paraqitur mundëson një zhvillim të qëndrueshëm të zonës dhe zbutjen e plagës së madhe që ka zona e Delvinës e jugut pa punësinë e theksuar. Ju faleminderit dhe një herë për iniciativën dhe projektin. Në përputhje me prioritetet e qeverisë, prej disa muajsh, sikurse edhe zoti Koçoko Gdhima e përmendi më parë, është bërë një punë intensive për mbledhjen e projekteve të mundshme për realizim në Bregdetin e Jugut. Është bërë kjo përmbledhje e cila është konceptuar si një program investimesh dhe një iniciativë që do të prezantohet këtu nga zoti Benet Beci, drejtori ekzekutiv i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Fjala për ju, zoti Beci. Faleminderit. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zonja ministre, zoti ministër dhe të nderuar deputet, të nderuar pjesëmarrës, sot do të prezantoj programin e investimeve të kapitalit të Bregdetit Jugut. Është një material cilin e keni përpara, janë dy materiale, është një material i detajuar me gjithë projektet dhe gjetjet e këtij programi dhe një material përmbledhës i cili ka në mënyrë më të përmbledhur investimet dhe gjetjet e këtij studimi. Së pari do ta filloja me një dakordsi, do thoya, kemi rënë gjithë dakord se turizmi është një nga shtyllat ose një nga motorët kryesor të zhvillimit të kësaj zone dhe si e tillë jo vetëm për rritjen e mirëqenies së vetë zonës, por vjen dhe si një shtyllë, si një motor dhe për zhvillimin e turizmit dhe më gjerë se kaq. Të gjithë e dim tashmë që më gjerë se kaq dhe në kontributin kombëtar të turizmit të thoja si zonë. Por pak a shumë e dim që zhvillimi i turizmit është krejtësisht i lidhur me disa
me investimet, është kryesisht i lidhur me një grup investimesh që në fakt përbëjnë dhe qëllimin dhe objektivin e këtij programi, që ne kemi ndarë në 3, janë objektive specifike të tij, që janë përmirësimi i rrjetit të transportit për të lehtësuar aksesin territorial, mundësinë e përmirësimit dhe rehabilitimit i sistemeve të furnizimit me ujë dhe të kanalizimeve, dhe bërjen më tërheqëse të zonës për vizitorët nëpërmjet krijimit të hapësirave publike që gërshetojnë elementet bashkëkohor me ruajtjen e tipareve të zonës. Në këtë hartë këtu kemi njësit vendore të përfshira në këtë program, janë në fakt rrethet e Delvinës dhe Sarandës, janë 4 bashki dhe 9 komuna, si të shikoni atje, të cilat kanë bashkëpunuar dhe kanë punuar dhe investimet e tyre janë mbledhur në këtë material. Të bëj një përshkrim të shkurtër të procesit të përgatitjes së këtij programi. Në thelb është që prioritetet ne vinë në këtë material vinë nga baza, vinë nga pushteti lokal, nga komunat. Është një proces i cili ka zgjatur rreth 4 muaj në një konsultim pune ndërmjet ekipeve të qeverisë vendore, të ekspertëve të fondit dhe zyrës së krijuar nga deputeti për koordinimin e saj. Në fakt të gjithë projektet që janë paraqitur, që keni në materialin bazë, janë vlerësuar dhe pjesa më e madhe e tyre janë vlerësuar teknikisht dhe pjesa më e madhe e tyre është verifikuar në terren, janë bërë vizita të ekspertëve për të parë nga afër kërkesën për investim dhe dënat e investimit. Në vetvete në material do të shihni që formati i çdo investimi të analizuar këtu ka një përshkrim të projektit, ka disa fotografi të projektit, ka gjendjen teknike të investimit kërkuar, pra të rrugës, gjendjen ose të ujësillësit, se si është, ka disa komente mbi projektin teknik. Në vetvete është një fish ose një analizë për të kuptuar qartë se me çfarë nevoje kemi të bëjmë dhe se sa dhe çfarë impakti mund të ketë ajo. Programi është ndërtuar në kryesisht mbi akset lokale, që do thotë mbi nevojat, ju keni aty një përshkrim të komunës ose të bashkisë, nevoja që vinë, kërkesat që janë të detajuara. Në materialin përmbledhës jemi munduar ta bëjmë analizën në një plan tjetër, jo vetëm vertikal, domethënë për kurse cila komunë ka nevojat, por duke mbledhur grupet e investimit për të bërë një lloj grupimi që mund të jetë më i vlefshëm në analizën tonë të përgatitjes projekteve. Dhe për këtë do të shikoni që ne kemi krijuar, le të themi, 4 grupe programesh të ndara duke mbledhur gjithë investimet e zonës. Dhe keni programin e rrugëve urbane, është programi i rrugëve rurale, programi i ujësillës së kanalizimeve dhe programi i rikualifikimit urban e kemi quajtur. Në fakt, këtu janë të përmbledhura gjithë vlera totale 123 projekteve të analizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për të gjitha komunat dhe bashkitë që përmendëm. Janë në fakt një shumë e madhe, po ta shikojmë kështu, investimit të domosdoshëm, të nevojshëm, në një farë kuptimi të parë, por brenda saj ka luhatje dhe në funksion të prioriteteve dhe të impaktit të tyre mund të bëjnë dallime të rëndësishme për prioritizimin e tyre. Për shembull, mund të them se janë rreth 40% të totalit të investimit e zënë 3-4 investimet kryesore që kemi analizuar, që mund të jetë ujësillësi i Sarandës, ujësillësi i Marës, kur themi Marës kam parasysh jo vetëm i Marën, por të gjithë zonën atje, që shkojnë rreth 20-25 milion euro, është edhe shëtitoria e Sarandës apo shëtitoria e Borshit, që janë vlera të mëdha. Kjo është vetëm për të kuptuar që raporti i grupimit të investimeve është pak i ndryshëm. Por në total kjo është edhe në makro. Këtu thjesht do ta kaloj shpejt, këtë janë disa raporte se si qëndrojnë raportet ndërmjet llojit të investimeve në grafik. Do të thotë sa ka rrugë urbane për shembull Saranda, po ta veni re vlera e rrugëve zë më shumë se sa vlera e rikualifikimit urban apo e keni në material, nuk po ndaloj këtu për të kuptuar se si qëndrojnë balancat ndërmjet llojit të investimeve për secilën nga bashkitë ose për secilën nga komunat.
Po ndaloj sipas atyre grupeve të programe që paraqiten më parë tek programi rrugëve. Pra këtu kemi të përmbledhur të gjithë nevojat për rrugë të gjithë zonës. Sot, sipas kërkesave dhe sipas vlerësimit që ka bërë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, teknikisht pothuajse në të gjitha për projektet dhe pothuajse në terren. Janë në total janë rreth kemi 38 projektet specifikuara për zonën, që flasim me një vlerë prej 2 miliardë dhe gjysmë lekësh. Këto në fakt janë pjesa më e madhe, atyre janë rrugët amortizuara, që të gjithë i kemi parë, rikonstruohen të plotësisht ose të plota ose të pjesme të rrugëve, por njëkohësisht dhe programet e përmirësimit të urbanizimit. Më e detajuar në grupe Ky grup investimesh janë të tilla, në programin e infrastrukturës rrugore të Bashkisë Sarandë janë 13 që kemi vlerësuar, që bëjnë 1.5 dhe që është në fakt vlera më e madhe, pesha më e madhe specifike e investimeve për rrugë të kërkuara në Sarandë, është 1.5 miliard. Programi i infrastrukturës rrugore në Bashkinë e Himarës janë rreth 7 projekte me një vlerë rreth 500 milion lekë, dhe pjesa e rrugëve të tjera që mund të jenë rrugë të ndryshme urbane në qytetet e fshatra me një impakt pak më të ulët se të tjerat. Po në total, kjo është pasqyra e gjithë nevojës së rrugëve në zonën e analizuar. Programi për rrugët urbane. Ndërsa për rrugët rurale, ne kemi identifikuar dhe kemi vlerësuar 41 rrugë, vlera e financimit të tyre është 3.3 miliard lekë, 41 projekteve. E ndarë, kemi bërë disa foto për të kuptuar, po është i qartë për ju, është programi rrugëve rurale që lidhen, kemi ndarë në 2 grupe, që lidhen me rrugën e Bregut, Sarandës Vlorë, Bashkia e Marë dhe Komuna e Lukov, që duke që ka lidhje më drejt për drejt me turizmin dhe një akses direkt me turizmin, që bën rreth 630 milion lekë, dhe një grup prej 34 rrugësh rurale të domosdoshme, që janë programi, ose relativisht të domosdoshme, krahasim me grupin e parë, ndoshta ajo ai shumë, por programi rrugë rurale të brendshme që lidhin fshatrat me rrugën Gjirokasë, Sarandë, Sarandë Elvin, Sarandë dhe Qabot, që është pjesa e më pasme e rrugëve rurale. Janë në total janë 41 me një vlerë prej 3.3 miliard lekësh. Një grupim tjetër investimeve në këtë material që do të gjeni është programi ujësillës kanalizimeve, absolutisht investime të rëndësishme në zonë dhe krejtësisht të lidhura me turizmin. Ne kemi vlerësuar në mënyrë më specifike 2 ujësillësi duken që janë 2 kërkesa dhe nevoja prioritetit të zonës, është ujësillësi i Sarandës me furnizim nga burimet e Tatzatit, për cilin kemi material më të detajuar, por sot nuk do të ndalem shumë në to, vetëm thjesht do t'i përmendim si 2 mundësira investimesh me impakt lartë, dhe veçanërisht ujësillësi i Marës nga burimet e Kuçit. Po kështu dhe një total i projekteve të vogla të ujësillës kanalizime që shkon rreth në 26, dhe vlera totale e të gjitha këtyre shkon në 3.5 miliard lekë. Do të doja të theksoja se për shembull nga vlerësimet paraprake që kemi bërë për sa i përket ujësillës së Marës nga burimet e Kuçit, ku kemi nxjerr dhe një kosto, bërim shumë se impakti i ndërhyrjes në mënyrë rajonale të investimeve do ta maksimizonte shumë eficiencën e tyre dhe do të krijonte mundësi që të kemi një gjetje që në fakt është një gjetje e këtij programi që mënyra e ndërhyrjes jo thjesht duke parë pjesën e vogël ka një burim këtu dhe ne do bëjmë një ujësillës, por duke parë në mënyrë të më gjerë ka një mundësi shumë të madhe për të maksimizuar interesin e investimit. Programi vlera e financimit këtu jemi në për Sarandë është 1.5, është një investim relativisht i shtrenjtë, por duke marrë në konsiderat shuma të mëdha që paguhen sot për menaxhimin dhe për pompa dhe për elektricitetin e ujësillësit të Sarandës dhe të zonave përreth, sigurisht është një kosto që duhet vlerësuar, a duhet bërë, por dhe njëkohësisht është rreth 5 milion dollar është kjo e Himarës, i cili ambulon dhe bunojnë dhe jalen dhe që paron dhe kap gjithë zonën atje, dhe rreth 1.2 miliard lekë janë gjithë pjesa tjetër ujësillësave të nevojshëm për zonën. Këto janë thjesht disa ilustrime të projekteve që ne kemi bërë dhe të vlerësimeve që kemi bërë i keni në material aty për të kuptuar eficiencën e investimit në këto zona. Ky është i Sarandës, në fakt ka nga Tatzati, është goxha investimi i madh për momentin, por
besoj se në afatgjat mund të jetë me interes. Kalojmë. Rikualifikimi urban është një grup tjetër që e gjej me shumë interes në këtë kohë për ta trajtuar. Janë 12 projekte të cilat janë kërkuar dhe janë vlerësuar nga ne me një financim prej 2.5 miliardësh. Ne mendojmë se një angazhim interesant do të jetë ai për çeljen e shënimin e rrugëve për këmbësorët, por ajo që vejmë re në këtë moment është që nëse ne do të mund të hymë së bashku në një program të koordinuar të investimit për zonën, e gjejmë shumë të përshtatshme krijimin e një fytyre dhe një lloj fizionomie me atraksion turistik të gjithë pjesës urbane të zonave të bregut jugut që kemi marrë në analizë si një burim turistik ose si atraksion turistik i veçantë. Në mënyrë të vlera e financimit të tyre janë përhimare, ne kemi vlerësuar për rikualifikimin urban, që ka të bëjë me rregullimin e qendrës, rreth 7 projekte, vlerat i keni në tabel. Në Bashkinë Konispol kemi vlerësuar 2 projekte, Bashkinë Sarand 1 projekt, që është në fakt nga më të mëdhet, që është vazhdimi i shëtitores nga këtu ku jemi deri në vazhdim. Lukovën kemi 1 projekt dhe në Ksamil 1 projekt. Kjo është vlera totale i financimit dhe totali i vlerave që këtu është një shembull i rikualifikimit urban, është në Qeparo, është pjesa e Qeparos. Mund të bëjmë disa konkluzione, shkurtimisht. E mendojmë se është e rëndësishme që të themi që ky program investimesh, në fakt është një program rajonal investimesh, i cili te kalojnë kufit aktual e bën të mundur që të gjejmë zgjidhje të përbashkëta dhe afatgjatë. Do thotë që ne mund ta shikojmë pak më gjerë dhe mund ta bëjmë më eficiente investimin, duke siç thash rastin e shembullin e ujësillësit të Imarës, ku ne mund të bëjmë ndërhyrje të tilla që të shpërndajnë gjithë zonës që të jenë shumë eficiente. Programi është i maturuar, besojmë, ne rreth gjysma e projekteve të propozuara është i shoqëruar me projektet dhe dokumentacionin teknik të gatshëm për zbatim. Sigurisht ka shumë punë dhe për një 50% tjetër, cilën do të shikojnë mundësitë e financimit edhe për përgatitjen e projekteve. Unë mendoj ose ne grupi mendoni punës se ky është një moment për krijimin e një tradite, mendoj një tradite për ndërhyrje publike më të rafinuara, më fine. Mendoj edhe në nivel vendor për përmirësimin e hapësirave publike, shëtitoreve, bregdetare, sistemimin e plazheve, ndërtimin e mbështetjen trashëgimisë kulturore e tjera. Na ndihmon programi kur është i tillë i përbashkët dhe i analizuar shumë për të bërë një hap drejt një koordinimi dhe një ndërhyrje të koordinuar, të planifikuar, me një fytyrë dhe me një fizionomi sa më moderne dhe sa më efektive për investimin. Hapat për të ndërmarrë në vazhdim, mendoj se një prioritizim më teshëm i projekteve për të fokusuar në ato projekte që janë me ndikim më të madh, mund të ketë nevojë. Plotësimi, siç tham, i projekteve ekzistuese, përmirësimi i tyre dhe i projekteve që mungojnë. Besoj se është një bazë e mirë për kombinimin e financimeve vendore, kombëtare të huaja në një program të madh të integruar të zhvillimit të Bregdetit dhe më gjerë. Dhe për ne si Fond Shqiptar i Zhvillimit është një bazë e mirë për të orientuar financimet të projekteve në proces dhe të atyre të reja për ndërhyrje më eficiente dhe më të shpejta, me ndikim më të shpejt në këtë zonë. Në fakt është një mënyrë që ne e mbështesim shumë në këndvështrimin e strategjive të qeverisë, një ndërhyrje rajonale, një ndërhyrje jo të sobëzuar, një ndërhyrje në grup dhe me një fizionomi të përbashkët. Këto janë pak a shumë gjetjet edhe prezantimi. Sigurisht është një material që mbetet i hapur, është një material që ne do të vazhdojmë të punojmë edhe me pushtetin lokal dhe me faktorët e tjerë, dhe unë do t'i ftoja që të jetë një deri në përfundim të këtij. Në rastin t'ju falenderoj shumë bashkëpunimin dhe pushtetin vendor dhe zyrën e deputetit Koço për përgatitjen e këtij materiali. Faleminderit. Faleminderit zoti Beci. Në mënyrë që kjo iniciativë, ky program ambicioz investimesh të konkretizohen,
në një program të gjerë të integruar zhvillimi, ai ka nevojë vërtet për mbështetjen e qeverisë. Disa për i projekteve që Zoti Beci prezentoi, pra që grupi i punës ka përfshirë në paketën e sapo ilustruar, vinë edhe nga planet të hartuara dhe të miratuara tashmë në zonën e Bregdetit. Inicimi i këtij programi investimesh shkon paralel me proceset e planifikimit të nisura tashmë dhe është dëshmi e faktit që qeveria nuk pengon zhvillimin dhe as nuk shman nga konsiderata planet e hartuara apo të miratuara më parë, sidomos kur ato kanë vlera dhe element që mund të çohen përtej. Përkundrazi, vullneti është që çfarë konstatohet si vlerë duhet të mbartet. Tani kam kënaqësinë të ftoj ministren Eglantina Gjermeni dhe ministrin Bledi Çuçi për të ndarë me tryezën perspektivën e tyre lidhur me programin e investimeve të prezantuar, por edhe me programin e Bregdetit në përgjithësi. Faleminderit, të dashur miq. Kam kënaqësi të jem sot këtu bashkë me ju për të diskutuar në fakt një program shumë të veçantë për zhvillimin e Bregdetit dhe për këtë doja të falenderoja padyshim deputetët e zonës që kanë marrë këtë iniciativë që herët, që gjatë fushatës elektorale, gjithë kryetarët e njësive vendore, të gjithë kontribuesit që kanë dhënë kontributin për të bërë këto projekte që janë në fakt kaq ambicioze dhe në të mirë të komunitetit. Mendoj që e gjithë paketa apo programi që u prezantua sot edhe sapo i dëgjuan projektet, ajo që doja të vlerësoja më shumë është përqasja e integruar e këtyre projekteve, duke pasur synimin që vërtet zhvillimi në këtë zonë, në zhvillimin e Bregdetit, të jetë i mirë koordinuar, i strukturuar, duke i marrë të gjithë komponentët që në fakt i ndihmojnë në mënyrë të drejtë për drejtë zhvillimin e turizmit në këtë zonë që është vërtet aset dhe pasuri kombëtare. Doja të theksoja faktin që të gjitha këto projekte që u prezantuan në fakt janë, si thuash, një pjesë e mirë e vizionit që ne kemi për projektin sektorial të Bregdetit, një nismë që e kemi marrë si Ministri e Zhvillimit Urban dhe Turizmit së bashku me Agjencinë e Planifikimit Territorit, nismë e cila është konsultuar me të gjithë kryetarët e njësive vendore, duke dashur që vërtet ky projekt për zhvillimin e Bregdetit të jetë një projekt i gjithë përfshirës dhe gjithë njësitë vendore, pushteti qendror, shoqëria civile, universitetit kenë pjesën e tyre të kontributit në të. E gjithë kjo nisëm është hartuar dhe së shpejti do të miratohet në Këshillin Kombëtar të Territorit. E theksoj që është një plan për zhvillimin e Bregdetit që kërkon jo vetëm të zhvilloj hapësirën urbane, të zhvilloj dhe të kontrolloj territorin, po patjetër është në funksion të zhvillimit të turizmit, duke krijuar më shumë mundësi ekonomike, duke hapur më shumë vende pune, duke rritur mirëqenien e qytetarëve në këto zona. Pikërisht edhe projektet që sapo u renditën, mendoj që janë në fakt një lloj komponenti që i japin jetë këtij projekti apo programi rajonal për zhvillimin e Bregdetit që ne kemi iniciuar. Edhe ky model që sapo prezantuan këtu, mendoj që është një model me projektet integruar të cilat mund t'i replikojmë edhe në pjesë të tjera të Bregdetit, duke dashur që të gjithë aktorët të jenë pjesë e këtij procesi. Një nismë tjetër që vlen të përmendet dhe ne jemi në proces duke realizuar është në fakt ngritja e Agjencisë së Bregdetit. Ne kemi përgatitur një draft ligj dhe jemi në proces të finalizimit, duke dashur që vërtet kjo agjenci për zhvillimin e Bregdetit, një nga elementet kryesor të saj të ketë edhe projektet konkrete, monitorimin dhe koordinimin e projekteve konkrete për sa i përket zhvillimit të Bregdetit. Do doja të thosha që të gjitha elementet e projekteve që përmendëm dhe nga angazhimi dhe kontributi i gjithë aktorëve që jemi këtu, duke theksuar rolin e veçantë të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, të cilët doja t'i falenderoja patjetër donatorët, të cilët janë mbështetës kryesor në realizimin me sukses të këtyre iniciativave. Doja të shpreha edhe një herë angazhimin konkret të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, qenien të hapur dhe bashkëpunues për të gjitha nivelet e projekteve të cilat synojnë
si zhvillimin e territorit, si një hapësirë që krijon mirëqenie dhe të ardhura për komunitetin, si edhe për zhvillimin e turizmit, duke insistuar që është një sektor që kërkon koordinim edhe investim nga të gjithë ne si aktor kryesor në zhvillimin e tij. Qenia të hapur edhe bashkëpunues është edhe njëherë një lloj garancie që na mundëson, si thuash, ecjen me sukses në këtë rrugë. Edhe njëherë doja t'ju falenderoja dhe të tregoja që të gjitha projektet që tham do më vi shumë mirë që shumë shpejt të mblidhemi sërish edhe të shikojmë rezultatet së bashku. Faleminderit. Faleminderit, mirë dita të gjithëve. Në fakt kur flasim për projektime zhvillimi kryesisht infrastrukturor si ky i sotmi, mendja na shkon pikërisht ke raporti administrat territor, pra burime njerëzore territor. Është ky raport që ka shoqëruar gjithë zhvillimin botror, në fakt. Në këtë këndvështrim, dhe unë këtu do ta shoh sot, në këtë këndvështrim unë mendoj që politika shqiptare dhe shoqëria shqiptare në përgjithësi, por veçanërisht politika shqiptare i ka borxh territorit të Shqipërisë. Ne ndryshuam regjimin politik në 90-ën, ndryshuam modelin ekonomik në 90-ën, vendosëm që të qeverisim me një model europian nëpërmjet decentralizimit në 90-ën, por mbajtëm të njëjtën fragmentim territorial që i përgjigje në fakt planifikimit të zhvillimit të sistemit komunist. Dhe këtë për fat keq e trashëgojmë ende sot. Kjo situatë na ka sjell në pikën që më shumë se gjysma komunave nuk bën asnjë shërbim sot në Shqipëri. Më shumë se gjysma komunave nuk krijon asnjë të ardhur sot në Shqipëri. Dhe aq më shumë, për ta lidhur dhe me takimin e sotëm, kemi një zhvillim infrastrukturor po aq të fragmentuar sa dhe harta administrative territoriale. Duket sikur dhe këtu kemi shkuar kundër trendit europian të zhvillimit, po e marr modelin europian si modelin më të mirë që sot kopjon e gjithë bota zhvilluar. E gjithë Europa mbas luftës së dytë botërore ka shkuar drejt konsolidimit të territoreve. Ndërsa Shqipëria në fakt ka bërë të kundërtën. Mbas luftës së dytë botërore, ne kemi shkruar drejt fragmentimit të territorëve, në pikpamjen administrative territoriale. Kjo është dhe arsyeja që qeveria, menjëherë që ditën e parë, një nga prioritetet kryesore ishte pikërisht reforma administrative territoriale. Në vitin 2009, kur bënim programin politik në atë kohë për zgjedhjet e 2009-s, na asistoi pikërisht për çështjet e territorit një ekspert gjerman, Auroni e mban mend shumë mirë, vetëm për zonat informale. Dhe konkluzioni i atij ishte që në fakt tha Bathorja dhe këto zonat që shtrihen në Kënetën, në Durrës, tha kanë perspektivë zhvillimi, por ajo që është shkatruar përfundimisht është kurora e Tiranës. Dhe unë menjëherë mendova, në qoftë se politika do kishte qenë e përgjegjshme që në vitin 2003, kur filloi një reformë territoriale seriozisht për të pasur një hartë të re, dhe vetëm për shkak të politikës dhe konsensusit politik nuk avancoi, ajo kuror sot do ishte shpëtuar. Kështu që ne jemi të vendosur që të paktën të shpëtojmë dhe të rregullojmë atë që ka mbetur sot në Shqipërinë tonë. Po ju marr vetëm një shembull. $3 milion marrin sot 7 komuna të rreth Pogradecit. Ka 10 vjet që ka të njëjtën qendër shëndetësore, të njëjtat rrugë të prishura, infrastruktura e këtyre komunave flas, të njëjtat gjendje shkolle, të njëjtat plera në rrugë, asnjë shërbim nuk bëhet. Imagjinoni që këto 3 milion në vit do ishin 30 milion në 10 vjet. Dhe imagjinoni se çfarë do bëjë për këto komuna me $30 milion. Një aritmetik shumë e thjeshtë. Kështu që unë mendoj që në këtë kuadër kjo reformë do t'i shërbej pikërisht edhe një zbatimi më të qëndrueshëm dhe të gjithë projekteve që ne do të bëjmë në të ardhmen, po dhe këtij që po paraqesim sot.
në fakt duhet ju them që mos e shifni konsolidimin e territoreve si një qëllim vetvete për të shkrirë njësi vendore territoriale. Mos e shihni si luftë kundër decentralizimit, përkundrazi. Nuk është e tillë, se shembulli i qartë është buxheti që ne miratuam dje në qeveri. Asnjë komunë sot në Shqipëri nuk do marri, sigurisht dhe bashki, po flas komuna, nuk do marri më pak lek nga granti pakurzuar se çka marr vitet e tjera. Përkundrazi, do ketë rritje deri në 30%. Po flasim për një buxhet në një kohë krize reale financiare që po kalon Shqipëria. Pra, ne nuk e kemi me komunitetet e komunave apo me kryetarët e komunave apo me komunat, me decentralizim përgjithësi. Përkundrazi, ne besojmë se instrumenti i decentralizimit është një instrument i mirë për një qeverisje eficiente dhe për një garantim për një qeverisje të qëndrueshme dhe një zhvillim të qëndrueshëm. Kështu që falenderoj sinqerisht edhe fondin për paraqitjen e këtij projektin kohë rekord, ambicioz, shumë i plot. Në fakt anglezët kanë një shprehje që thonë dështimin përgatitje është përgatitje e dështimit. Kështu që ky projekt në fakt është një gur në atë që ne jemi tërësisht angazhuar që mos dështojmë. Faleminderit. Faleminderit zoti Çuçi, faleminderit zonja Gjermeni. Ndërkohë që deputetët e qarkut përfaqësojnë zgjedhësit e tyre në institucionet ligjvënëse, prefekti është ai që përfaqëson qeverinë dhe përcjell vizionin e saj tek qytetarët dhe vendasit. Gjithashtu misioni i prefektit është që të krijojë edhe ura të qëndrueshme lidhje dhe bashkërendimi mes pushtetit qendror dhe atij vendor. Pikërisht natyra e iniciativës që është vendosur sot për diskutim në Tryezë është e tillë që e kërkon këtë ndërmjetësim në mënyrë që të realizohet me sukses. Ftoj në diskutim prefektin e Vlorës, zotin Besnik Dervishi. Faleminderit Adelina. Pikërisht në këtë këndvështrim, unë do doja të vlerësoja këtë takim me sotëm si një takim mjaft të rëndësishëm për të prezantuar e vlerësuar projekte për zhvillimin e kësaj hapësire që për hir të së vërtetës deri më sot nuk ka patur në asnjë moment vëmendjen e duhur. Qarku i Vlorës nuk ka nevojë për prezantimin e potencialeve. Kjo është diçka e njohur dhe e pranuar prej të gjithë faktorëve. Gjithashtu vlerësoj se nuk është më as koha për të realizuar ndërhyrje sporadike dhe të pakoordinuara, të cilat natyrisht që kanë patur dhe kanë vlerën e tyre, por nuk kanë sjell dhe nuk sjellin efektin e kërkuar. Në këtë këndvështrim, takimi sotëm është pra një mënyrë e re pune dhe që duhet dhe që do t'i japë dhe efektin dhe rezultatin e pritshëm. Dhe duke qenë që nuk mendoj ta konkuroj këtë program investimesh, që e vlerësoj si një punë tejet serioze, nuk duhet të zgjatem më shumë me investimet publike. Përmendam sipër që potencialet janë të njohura, ekonomike, bujqësore, blegtorale, agroturistike, të agropërpunimit, deti, peshkimi, turizmi, e mund të vazhdoj akoma shumë gjatë. Por mua më duhet të cilësoj që për hir të vërtetës ka edhe probleme, dhe të cilat më duhet të veçoj do një prej tyre që prej dekadash po bëhet pengesë për investimet, iniciativën private dhe zhvillimin e qarkut në tërësi. Në radhë të parë, ajo që kërkohet në mënyrë imediate është zgjidhja e çështjeve të pronësisë mbi tokën. Kjo është kthyer në një gangren që jo vetëm pengon zhvillimin, por ushqen korrupsionin e po një lloj edhe kriminalizimin e interesave të privatit në raport me publiken. Unë jo vetëm si përfaqësues i qeverisë në qark, besoj dhe së bashku me gjithë komponentët e qeverisë e tjerë qeverisës, do të punojmë së bashku, do të mbështesim njëri tjetrin, komponentët e qeverisë dhe të gjithë njësitë e qeverisjes vendore në qark, që së bashku të kultivojmë erën e asaj që quhet përgjegjësi qeverisjeje. Ju falemnderit. Faleminderit zoti Dervishi. Njësitë vendore, bashkitë dhe komunat janë përfaqësuesit direkt të programit të investimeve, por edhe partnerët e ngushtë të qeverisë për realizimin me sukses të secilit prej këtyre projekteve. Ndaj ftoj kryetarin e Bashkisë Taranë, zotin Stefan Çipa, kryetarin e Bashkisë Himar, zotin Jorgo Goro dhe kryetarin e Bashkisë Delvin, zotin Dhurim Alimani, bëjmë fjalën e tyre. Faleminderit. Nderuar zoti kryeministër, nderuar ministra, zotërinj deputet, zoti prefekt, të nderuar pjesëmarrës
në këtë tryezë të rëndësishme. Është privilegj për mua me cilësinë e shërbëtorit Sarandës të shpreh ardhjen në Sarandë dhe përshëndes praninë e tij të kryeministrit në këtë tryezë. Sinqerisht është vlerësim për Sarandën sepse në kohën që unë kam si kryetar bashkie është vizita e parë që një kryeministër vendi bën një tryezë pune, veç takime elektorale që kanë ardhur. Po tryezë pune që tulesh për projekte që ka Saranda Bregdeti është vizita e parë. E kjo e privilegj që kjo zhvillohet në Sarandë, në qytetin që bukurit natyrore është i vrarë nga ndërhyrja njerëzore, por megjithatë Saranda ka shpresë dhe ne mendojmë se bashkërisht i gjithë mundet ta rikthejmë këtë shpresë. Ne si qeverisje vendore, për gati 30 muaj, kemi marrë masa për ta stopuar shkatrimin urban që ka vazhduar gjatë këtyre 20 vjetëve të fundit, duke zhvilluar edhe një konferencë kombëtare në muajin mars të vitit që polëm pas, pikërisht për mundësinë e këtij frenimi dhe për perspektivat dhe këtë projekte që me shumë të drejtë sot po shtrojmë në këtë tryezë. Do të përshëndesja të gjithë pjesëmarrësit, do të përshëndesja në mënyrë të veçantë deputetin e zonës, zotin Kokdhima, për impenjimin duke na vënë ne njësive vendore kish në fushat elektorale, por e më pastaj për artimin e projekteve për të konkretizuar këto projekte, që kam kënaqësinë sot, le po të ketë mundësi dhe kryeministri të ftojmë në ka fillimi i implementimit që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka filluar sot për të bërë një pjesë të shëtitores nga porti i pasagjerëve te porti i Mallrave. Ishte një investim që ishte filluar kysh në vitin 2001, ishte ndërprerë në vitin 2007, si shumë investimet të tjera që Sarandës i mungojnë. Saranda, dhe ky të piku, me të drejtë e tha deputeti, është e përfshirë nga rreth 16 projekte, për një rreth 4.5 miliard lek. Këto e zënë pjesën kryesore të nevoja që ka Saranda, por kemi edhe një rreth 75 projekte të tjera që presin për të implementuar për të kthyer Sarandën kuptohet në qytet turistik siç takon. Të gjitha këto zënë një vlerë rreth 205 milionë euro dhe mendoni që një bashki me të ardhura vjetojë rreth 3 milionë euro në vit, në qoftë se nuk do ketë mbështetje nga donatorët tuaj, nga qeveria, nga tjerë, se sa vite do t'i duhen për të implementuar të gjitha këto. Infrastruktura rrugore, që ne po fillojmë sot, lë për dëshiruar në Sarandë, dhe Saranda ka një veçori që unë mendoj në ndryshim nga qytetet e tjera, sepse prurjet demografike në vitet e tranzicionit kanë qenë nga pesfishuar, por edhe kujdesja e qeverisë qendrore për qeverinë lokale, për mua unë kam thënë disa herë, ka qenë anti-Sarandë, vetëm t'ju them që të gjitha grandet qeveritare të 8 viteve të kaluara të marra së bashku kanë qenë të barabarta me gjysmën e grandet të një viti të mëparshëm, ose investimet për frymën në Sarandë janë hulur 8 herë në krahasim me vitet e mëparshme. Kem siç investimi që përmenda që ishte ndërprerë në vitin 2005, një investim shumë i rëndësishëm është vazhdimi i rrugës 5 të qytetit Sarandë që mund të bëjnë të funksionojnë porti i Mallrave që është në pjesën perëndimore të qytetit, një investim që loti 2 dhe 3 nuk është investuar ka 5 vjet që është ndërprerë duke u kthyer në pengesë bllokuese për Sarandën, për një burim aksidentesh sepse është si unazë e qytetit duhet vazhduar. Ka projektet dhe kemi për landfillin e qytetit dhe unë do përshëndesja Ministrin Gjermeni që me Bankë Botërore ne kemi na ka vënë objektiv që deri në fillim të muajit qershor ne ta përfundojmë këtë për ta implementuar, për ta vënë dhe pastaj duke marrë masa që të fillojmë për të sistemuar, të rehabilituar zonën e ndotur që vjen nga Vlora në Sarandë, ku janë hedhur mbetjet urbane dhe inerte për ta përshtatur në një rrugë të bazë parametrave kohor.
rreth 40% e rrugët Sarandës mund të përdoren, nga 110 km, vetëm 38 km janë në parametrat, pjesa tjetër janë jashtë funksionit, dhe duke thënë vetëm një shifër që vetëm 2.5 km rrugë janë bërë në 8 vjetë, mendoni se sa vite, mund të them shekuj do të duhen që të bëjnë Sarandën pastaj për të vazhduar. Shqetësimeve të drejtë janë përmendur aty, u përmendën nga Fondi Shqiptar Zhvillimit tek programi që ne kemi për bashkëpunim, se janë programet tona që kemi quar aty, është problemi i furnizimit me ujë të qytetit Sarandës, disa herë është folur për furnizim me ujë, një qytet turistik që nuk furnizohet me ujë, një qytet që në ton ujë dhe nuk ka ujë, pra duhet të fillojë implementimin sa më shpejt. Ka probleme të tjera, pra ka 120 asete arkeologjike që duhet të bëhen të vizitueshme dhe shumë probleme të tjera që ne kemi përmendur tek programi që ne kemi parashtruar dhe ndoshta duhet të fillojnë sa më shpejt nga implementimi. Ka probleme pronësie që ne këtë ligji për planifikimin e territorit që ne kemi bërë 2-3 tryeza, zonja Greca e di mirë, unë i kam shtruar, gjysma e prona, gjysma e trojeve në Sarandë, vetëm ka përfuzimi fjalë parcel janë të pa azhornuar, që është një burim i ardhur të më të ardhurash, dhe një sër probleme tjera që unë nuk doja të parashtroja, kisha shumë dëshirë, por me që dhe koha është e kufizuar. Unë edhe njerë doja t'ju falenderoja dhe t'ju thoja që Saranda ka shpresë dhe të gjithë së bashku me këtë angazhim që ka qeveria, ne mund t'ja dalim kuptuar kryesisht për angazhimin tonë. Faleminderit zotë. Nderuar zoti kryeministër, nderuar ministra, më lejoni në radhë të parë të falenderoj deputetët e qarkut të Vlorës, të cilët mundësuan realizimin e kësaj konference, po jo vetëm kaq, po janë dhe ambasadorët tanë pranë qeverisë dhe të gjithë donatorëve të tjerë për të krijuar mundësinë e financimit të gjitha projekteve dhe problematikave që ka kjo zonë. Këtu ne kemi sjellë një pjesë të projekteve të mundshme në bashkëpunim edhe me specialistët e Fondit Shqiptar të Zhvillimit në kujdesin e zotit Beci, si përparësore për t'i dhënë mundësi komunitetit në përfshatra për zhvillimin e qendrave të fshatrave, ujtë pishëm dhe atyre që janë më prioritare dhe që janë të prekshme për qytetarët tonë, pa prekur problematikat e tjera që kanë të bëjnë me pastrimin e zonave, mbeturinat, problemin e pronave dhe problemet e tjera që ka e gjithë zona e bregut. Unë mendoj që në kujdesin tuaj, zoti kryeministër, ky projekt do të marri jetë dhe do të realizohet shumë shpejt dhe ne presim dhe investimet të tjera, sidomos në zonë në atë që kanë të bëjnë me mbetjet dhe me mbeturinat që janë nga ngren e kësaj zone. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zoti ministra, deputet, unë jam kryetar i Bashkisë Delvinës, ndihemi vlerësuar që Treva Delvinës të përfshirë në këtë projekt, në këtë program të investimeve kapitale. Ne jemi përfshirë me 8 projekte në Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Këto janë projekte që sjellin ndryshimin në infrastrukturën urbane, njëkohësisht edhe në zonë rurale, në furnizimin e popullatës me ujë, në qytete dhe në fshatet e bashkisë. Shpresoj që këto do të rrisin standardin dhe do të përmirësojnë sadopak cilësinë e jetës së banorëve të Delvinës, por njëkohësisht do të përmirësojnë edhe jetën dhe cilësinë e tyre, po do të zgjidhin me problemin e furnizimit të disa fshatra që ne kemi pasur problem në vite. Unë një falenderoj deputetin Koço Godhima edhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit, kemi afruar gjithë bashkëpunimin tonë për këto projekte. Doja të bëja me dijeni zoti kryeministër, sepse ne si qyteti Delvinës kemi pas një burim kryesor kur furnizojmë 70% të popullatës. Vitin e kaluar ka pas një ndotje, pati një përmirësim. Këtë vit po na e përsëri ndotjen. Përveç variantit të ri që ne mendojmë që jemi përfshirë te kjo lista e projekteve për një ujësillë së ri për Delvinën, mendojmë si një zgjidhje provizore ose emergjente do të ishte një impiant pastrimi, filtrimi, mbasi ujin për momentin e përdorim vetëm për përdorim komunal dhe për përdorim industrial.
t'i vim sa më shpejt në ndihmë qytetarët Delvinës, mbasi furnizimin e bëjmë nga burime të tjera alternative, mbasi kemi burime që janë larg zonës së ndotjes, po punojmë shpejt për përgatitjen e projektit të ri të ujësisë së ri Delvinës dhe shumë shpejt do të depozitojmë pranë fondit dhe e kemi një projekt prioritar. Dhe mendojmë që këto investime do të sjellin impakte dhe do të ndihmojnë sa të pak trevën e Delvinës, sepse edhe është një trevë e rëndësishme, ka potenciale të zhvillimit të turizmit kulturor dhe malor. Dhe të gjitha këto investime që janë përfshirë dhe ku Delvina është përfshirë, shpresojnë që financimi i tyre do të japi efekte të ndjeshme për gjithë komunitetin e Delvinës. Unë të falenderoj sinqerisht për mbështetjen që po jepni qytetit Delvinës dhe kësaj treve. Faleminderit. Falenderojmë kryetarit e bashkive. Në 23 vitet e tranzicionit, vendi ynë është ndihmuar mjaft dhe ka krijuar partneritet strategjik me donatorë të ndryshëm, ku mund të përmendim Bankën Botërore, Bergin, Komisionin Evropian, Bankën Gjermane për Zhvillim, Fondin Zviceran për Zhvillim, Fondin Italian për Zhvillim, por ka edhe të tjerë për te këtyre që unë përmenda. Shumë kanë investuar në fushën e planifikimit e shumë të tjerë në implementimin e tyre. Por do t'ishte e vështirë sigurimi i këtij partneriteti pa ndërmjetësimin e disa personave kyç. Dhe unë në këtë pikë do doja të ftoja zonjën Valentina Leskaj, e cila vjen në cilësinë edhe të deputetes së Qarkut, por edhe të një personi shumë të angazhuar në sigurimin e fondeve dhe donacioneve të duhura për zonën ku ajo operon. Faleminderit Adelina, më sa duket ishte spontane. Gjithsesi, për mua është kënaqësi që t'jem sot këtu, dhe së pari do të më lejoni të them 2-3 gjëra për sa i përket këtij projekti. Në radh parë do thosha për mua është shumë e rëndësishme që ka një projekt i cili krijon mundësinë e një zhvillimi të integruar, cilin ne kemi deklaruar gjatë fushatës elektorale, dhe bollko kemi humbur me copa dhe me investime sporadike. Sa i përket çështjes koordinimit ose thosha kontributit të donatorëve, juve thatë që kontributi ka qenë shumë i madh, po unë mendoj që hapësirat, mundësitë janë shumë më të mëdha se sa ato që ne kemi realizuar deri tani. Janë shumë më të mëdha nëse ne do të kemi një vizion të paktën, të kemi të qartë që ku janë parat, si gjën parat, si modifohen donatorët. Kjo është gjëja, besoj që ka të bëjë me ato që kolegu im përmendi më përpara dhe që është thelbësore me kapacitetet e pushtetit vendor. Por, natyrisht edhe të atij qendror. Në fakt, qeveria me sa ka punuar këto 3 muaj, ka një vizion të qartë, duke qenë që ka caktuar një koordinator kombëtar, i cili bën një koordinim të integruar të ndihmës huaj, dhe mbi të gjitha ajo që është më e rëndësishme është që ka një sektor i cili bën një vlerësim. Ku janë parat, si mund të tërhiqem parat. Unë mendoj që këtu ne kemi nevojë që të jemi të gjithë bashkë dhe secili të shfrytëzojmë mundësitë e tij. Ajo që është bërë këtu është një gjë shumë e mirë, sepse kur ne shkojmë te donatorët nuk shkojmë me llafe, siç shpesh kemi shkuar, por shkojmë me letra. Do thotë që kemi disa letra, cilat janë letrat hartuar nga specialist, janë identifikuar nevojat, janë identifikuar dhe mundësitë. Dhe të paktën jemi të qartë në atë që ne kërkojmë. Dhe kjo besoj na jep mundësinë që kjo pjesë, le të themi, e ekonomisë kombëtare, atë që kemi thënë gjithmonë, Bregdeti i Jonit, po jo vetëm i Jonit, të bëhet pjesë e ekonomisë kombëtare. Ky projekt na jep mundësi që ta bëjmë pjesë e ekonomisë kombëtare, gjë që ka munguar, domethënë, deri sot. Unë do dëshiroja që sot ishin agjenci donatore këtu prezent, të dëgjonin dhe besoj që do ta vlerësonin, por natyrisht që ne kemi gjitha mundësitë që t'ju paraqisim atyre dhe pse jo të bëjmë argumentin. Unë të propozoja një gjë konkrete, që ndofta mund të jetë sigurisht që do ta bëjë qeveria, po ndofta mund të jetë një person kontakti dhe ndofta iniciatori e ka menduar, sepse deputeti Koçoko Gdhima është ai që ka marrë dhe nismën e kësaj gjëje, një person kontakti ose ndërlidhës, le të themi, që të bëjë përmes qeverisë, sigurisht duhet jetë e integruar, qeverisë dhe agjencive donatore. Po që jam e sigur që ato agjenci që përmendën këtu, dhe veç atyre ka dhe agjenci të tjera të cilat nuk u përmendën, që kanë mundësi, që kanë kapacitete dhe që ne
duke shkuar me projekt në dorë, kemi mundësi që t'i japim jetë këtij programi, do thoshja shumë i rëndësishëm dhe na jep mundësinë vërtet për një zhvillim të integruar dhe jo zgjidhje sporadike që shpesh parat duke bërë një cop na kanë shkuar kot, duke mos qenë pjesë e një zhvillimi të integruar të rajonit. Faleminderit. Faleminderit zonja Leskaj. Kemi një përfaqësues të donatorëve, zotin Bledar Dollaku, vjen nga Banka Gjermane për Zhvillim dhe unë do t'ja jap fjalën. Faleminderit, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar ministra, deputet të zonës, faleminderit që më krijuat mundësinë për të qenë pjesë e këtij takimi, që siç tha kryetari i Bashkisë së Sarandës, është hera e parë që e përjetoj edhe unë në këto vite që punoj në Bankën Gjermane për Zhvillim, KFV-n. Në fakt, arsyeja pse unë mendova që duhet të merja pjesë në këtë takim është fakti që KFV-ja ka në emër qeverisë gjermane një sër investimesh në zonën ku jemi sot. Dua të përmend projektet e rëndësishme të furnizimit me ujë të qytetit Sarandës, ku ne jemi gati të iniciojmë projektin prej 9.2 milion eurosh. Besoj se do jemi shumë shpejt në inaugurimin e fillimit punimeve, zoti kryetar. Në vazhdim dua të përmend projektet që janë në përgatitje në Delvin, në Vlorë gjithashtu, kryesisht në Vlorë me fokus menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane, duke bërë një studim fizibiliteti për menaxhimin e këtyre mbetjeve për pjesën nga Karburuni në pjesën e mbetur të qarkut të Vlorës. E rëndësishme është për ne që të kemi këtë partneritet shumë nodal, domethënë me shumë aktor në zbatimin e projekteve, sepse shumë donatorët janë shumë të ndjeshëm për eficiencën e investimeve. Dhe unë do të them që investimet në fakt nuk janë vetëm një rrugë, një kalimshe. Këtu po flasim për një rajon me bukuri të fjetura, me bukuroshe të fjetura. Puna është se si t'i zgjojmë këto bukuri. Dhe kur kam parasysh që kjo është një rrugë vajtje ardhje, them që duhet edhe mobilizimi i lokaliteteve, komuniteteve për t'i merituar investimet. Duke futur më thellë, e kam fjalën për menaxhimin dhe mbulimin e kostove të operimit të aseteve, sepse me asetet të reja ju e dini të gjithë që shtohen edhe kostot e operimit dhe këto duhet mbulohen nga lokalitetet, nuk është detyra e donatorëve as e qeverisë qendrore, mendoj unë, që të mbuloj kostot e operimit. Në lidhje me programin që sot po vjen dispozicion, falenderoj shumë këtë përqasje të integruar. Mendoj që është rruga që mund të komunikohet me donatorët. Gjithmonë është thënë që mungojnë programet, mungojnë përqasjet. Mendoj që kjo është një iniciativë shumë e lavdrueshme e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i cili është një partner jon i mirëfillt. Dhe neve do ta ju falenderoj për vënien në dispozicion të këtij dokumenti, do ta filtrojmë, do ta skanojmë edhe shumë shpejt mund të shkëmbehemi në baza partneriteti se çfarë mund të realizohet. Në lidhje me programet e ardhshme të qeverisë gjermane të zbatuar nëpërmjet KFV-s, natyrisht ka potenciale në Delvin, siç tham, që është një program konkret. Ka dhe një mundësi në ndërhyrje në ujësielsa në zonat rurale, i cili është një program prej 34 milion eurosh, një bashkëfinancim i qeverisë gjermane dhe i Delegacionit Evropian në Tiranë nëpërmjet IPA 2013, i cili do të fokusohet pikërisht në përmirësimin e shërbimit të furnizimit me ujë në zonat rurale. Natyrisht fokusi është në gjithë Shqipërinë, neve do ulemi bashkë, do përcaktojmë kriteret me fondin, kriteret e përzgjedhjes, e prioritarizimit të projekteve, sepse ju jeni ndjeni që qeveria shqiptare ka në dispozicion edhe një master plan investimesh në sektorin e ujësielës kanalizimeve, ku flitet për një nevojë deri në 4 miliard euro deri në vitin 2040. E gjithë çështja është si të kemi prioritarizimin e këtyre. Unë shpresoj që kjo përqasje që quhet piku, mos jetë pika me ndërmjetme ose e fundit, po të jetë kryefjala e bashkëpunimit, zoti Koço. Faleminderit. Faleminderit zoti Dollaku. Tani kam kënaqësinë të jap fjalën zotit kryeministër
për të shprehur mendimin e tij lidhje me këtë iniciativë. Përshëndetje të gjithëve. Besoj që nuk diskutohet fakti se ky prezantim i sotëm meriton të gjitha lëvdatat, por nga ana tjetër unë do doja të nënvizoja disa aspekte, sepse po ashtu besoj që ka hapësirë për përmirësim, që do të thotë njëkohësisht se në funksion të domosdoshmërisë për ta kthyer këtë program në një instrument financimi, kjo zonë e mbuluar nga projektet ofron ende gjërat të lëna jashtë vëmendjes. Parazgjidhash është shumë e rëndësishme të nënvizohet fakti se ky është programi i parë i ndërtuar duke i kapërcyer kufit mes njësive vendore dhe duke konsideruar zhvillimin e qëndrueshëm të një zone të tërë, dhe jo të një zone të krijuar rastësisht, po të një zone që për qeverinë shqiptare është natyrshëm një zonë prioritare për zhvillimin ekonomik, jo vetëm të njerëzve që jetojnë në këtë zonë, po të mbarë vendit tonë. Ne besojmë se kjo zonë që programi ka marrë në konsiderat është një nga pikat ku duhet të përqendrohemi me shumë vëmendje për të rritur vetë ekonominë shqiptare. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme po ashtu që ky program nuk ka të kaluar kufit mes njësive vendore me një vështrim nga lart apo nga larg, por ka përfshirë përfaqësuesit e qytetarëve, e komuniteteve, duke i bërë pjesë të punës për zhvillimin e fazës parë të programit dhe duke marrë prej tyre elementët e nevojshëm për të hedhur bazat e këtij programi. Është shumë e rëndësishme po ashtu që tejkalimi i kufive mes njësive vendore përmes këtij programi investimesh i hap rrugë edhe një qasjeje shumë të munguar dhe shumë të kërkuar nga vetë burimet e financimit përkatësisht nga donatorët radh parë, por që do të jetë prioritare edhe për qeverinë. Qeveria jonë nuk do të vazhdojë në traditën e financimeve që e bëjnë copë dhe thërrime buxhetin modest të shtetit shqiptar dhe në fund, në vend se të prodhojnë zhvillim qëndrueshëm, krijojnë plag përmes infeksioneve të natyrshme që lindin në copëza që nuk janë lidhura me njëra tjetrën. Këtu ka kryetar komunash me eksperiencë të gjatë,
këtu ka kryetar njësish vendore të zgjedhur Rishtas, por nuk është e vështirë që të marrësh qoftë nga ata që kanë kohë ndetyrë, qoftë nga ata që janë më të rinë ndetyrë, konkluzionin se financimi copa e çika, një copë këtu, një çika aty, nuk ka zgjidhur ndonjë problem. Përkundrazi, ka shtuar problemet. Ne sot kemi një sistem tërësor në Shqipëri, ujësjellësash dhe kanalizimesh, që është një turp për qeverinë shqiptare. Një sistem i pa ndërtuar mbi një bazë solide, por i arnuar në vijimësi me lloj-lloj projektesh, lloj-lloj standardesh, lloj-lloj burimesh financimi, dhe në fund fare, të paktën në dijenin ton, pjesët që funksionojnë brenda këtij sistemi që ka marrë shumë para, po të mbledhim gjithë paratë e derdhura në vite, janë shumë pak. Dhe janë vetëm ato pjesë, dhe këtu do përmendja ujësjellësin e Korçës dhe Pogradecit, kemi përfaqësuesin e Bankës Gjermane të Zhvillimit, që është ndërtuar qysh në krye të herës me një vizion shumë të qartë dhe me një plan shumë të qartë për të pasur një sistem të integruar. Dhe një sistem të integruar qysh në start dhe deri tek kapacitetet njerëzore që administrojnë sistemin. Thënë gjitha këto, unë besoj se ky program ka nevojë dhe i ka të gjitha mundësitë që të bëhet ende më i plot dhe ende më tërheqës për donatorët, por edhe për investitorët privat. Do ta konsideroja paraqitjen që u bë si njërën anë medaljes, por është një medalje që cilës i mungon ana tjetër. U paraqitën nevojat për ujësjellësa, për kanalizime, për rrugë. Ajo çka mungon dhe që nuk është një punë e vështirë, është që të paraqitet nga një anë impakti i mundshëm që do krijonin këto ndërhyrje dhe avantazhet e reja që do lindin nga këto ndërhyrje. Lejoni ta sqaroj. Këtu ne kemi një zonë që është jashtëzakonisht e pasur me trashëgimi kulturor. Vetëm një pjesë e vogël e kësaj trashëgimie është nën kontroll, gëzon një kujdes dhe prodhon një impakt pozitiv në ekonominë e zonës dhe në imazhin e zonës. Pjesa më e madhe e kësaj trashëgimie është jashtë kontrollit, s'është në asnjë kujdes dhe nuk prodhon asnjë impakt. Por ama, në qofse do të kishim si pjesë të programi inventarin e plot të të gjithë trashëgimisë son kulturore në këtë zonë. Këtu dikush nga parafolësit drejtues njësive vendore përmendi një numër shumë të madh pikash të trashëgimisë kulturore, ndërkohë që edhe për mua vetë numri ishte surprizë. Llogaritë për njerëz që nuk kanë asnjë njohje
për zonën që se di fare. Në rast se ky inventar do të përfshihet në program, jam i bindur që do ta bëj shumë më tërheqës për çdo donator financimin. Por nga ana tjetër do të na jap edhe një sens të prioritizimit të projekteve, që të mos kalojmë nga kjo qasje e parë që është qasje e dur, tek qasja e vjetër që tani hajde t'i japim një cop njërës njësi, një cop njësi e tjetër, një cop njësi e tjetër, me këto lekët e pare që kemi, pastaj një cop një tjetër, dhe prap nuk arrim do të bëjmë atë që duam. Pra, kjo është njëra. Ana tjetër, kjo zonë është një zonë ku ka qoftë shëmbuj të shkëlqyer të prodhimit bujqësor, qoftë potenciale të mëdha të pashfrytzuara të këtij prodhimi. Ashtu si kundër ka potenciale të mëdha të pashfrytzuara të prodhimit blegtoral, që janë prap pjesë e potencialeve dhe e avantazheve që mund të krijohen nga ky projekt, nga ky program. Që do të thotë, në rast se kemi një numër caktuar rrugësh të komunave, kush është rruga e parë që do bëjë? Dhe çfarë do sjellë mbrapa kjo rrugë? Jo thjesht që do kalojnë njerëzit më kollaj, por çfarë do sjellë mbrapa kjo rrugë? Do sjellë akses më shumë turistik, sepse do e bëjmë më të lehtë për të shkuar dhe për të vizituar këtë vepër apo këtë vlerë dhe atë vlerë të trashëgimisë kulturore, do të sjellë më shumë rritje ekonomike për ekonomitë familjare, se do e bëjmë më të lehtë për njerëzit në të zonë që të bëjnë këtë zhvillim, bujqësor apo blegtoral, do të sjellë më shumë interes për investitorët e huaj, se në fundit, gjithë ky program nuk është një qëllim vetvete dhe nuk është as një program që fillon dhe mbaron me nevojën për të lehtësuar qarkullimin e njerëzve brenda kësaj zone. Por është një program që përbën një platformë shumë ambicioze dhe me vështrim përtej plotësimit nevojave të brendshme, për të krijuar avantazhe dhe për ta bërë shumë më të qartë për çdo njeri dhe për çdo kompani që do donte të investonte në turizëm në Shqipëri, sepse duhet vit investojë këtu, jo thjesht se ka detin. Ideja se njerëzit mund të vinë dhe të investojnë këtu vetëm për t'u larë në det, është një ide komplet dritshkurtër. Ndërsa vetë zona, historia e zonës, vlerat e trashëguara të zonës, potencialet e zhvillimit të zonës, flasin qartë se këtu, për çdo që do donte të investonte dhe të vinte për turizëm, ka më shumë se sa një gjë për të bërë. Ka më shumë se sa për t'u larë në det dhe për t'u ngjitur pastaj lart në hotelin e ndërtuar mbi det. Dhe pastaj për të hequr picirin për të hyrë për të dalë në Sarandë. Kështu që besoj që puna e bërë është një bazë shumë e mirë, por ka nevojë të zhvillohet edhe me këto element të tjerë që do t'i jepnin prezantimit apo librit të realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit si finalizimi i kësaj përpjekje të përbashkët, një disa përmasa të tjera që do ta bënin absolutisht shumë më tërheqëse zonën dhe ta bënin shumë më bindës cilin do që do t'i drejtohej një donatori. Dhe përpos kësaj do të krijonin një model suksesi dhe një shembull për të marrë edhe nga tjerët në Shqipëri, për të kuptuar se koha e kërkesave dhe ankesave brenda një komune apo brenda një bashkie ka ikur
dhe se nëse duam që të plotësojmë më shumë kërkesat komuniteteve dhe t'i përgjigjim pozitivisht më shumë ankesa legjitime, duhet të dalim nga kufit e komunës, duhet bashkërendojmë forcat dhe energjit dhe ta shohim ndryshe zhvillimin, rrugën e zhvillimit. Janë ndërtuar shumë rrugë në Shqipëri, po cili është zhvillimi i qëndrueshëm që kanë sjellë dhe cilat janë perspektivat e qëndrueshme që kanë hapur. Janë ndërtuar shumë rrugë komunale në Shqipëri, po kush është zhvillimi që kanë sjellë në kuptimin e gjithë përmasave të zhvillimit? Sigurisht është jashtëzakonisht e nevojshme dhe është elementare për njerëzit që lëvizin normal për të ngritur nga shtëpia në një komunë dhe për të shkuar me një rrugë normale në qytet apo për të shkuar në Tiranë. Po nuk është kjo një arsye mjaftueshme për të bërë një investim. Dhe nuk është vetëm kaq që duhet të kthejmë mbrapsht investimin. Dhe këtu ne jemi në zonën më pjellore të Shqipërisë, për sa i përket dimensioneve në shumë plane, historike, kulturore, klimaterike, njerëzore, etj. Është shumë e rëndësishme që ne ta shohim kështu këtë gjë. Dhe besoj që do të ishte ende më e rëndësishme që ta shtrim këtë projekt, këtë program në gjithë jonin. Mos mbetemi vetëm nën Llogara dhe këtej, po të përfshim dhe parkun e Llogaras, të përfshim dhe Orikumin, dhe t'i japim përmasën e plot këtij projekti, sepse shtojmë arsyet për të qenë më bindës përballë kërkesave që mund t'ju bëjmë jo vetëm donatorëve, por edhe investitorëve të ndryshëm. Dhe e fundit që besoj i mungon sot, por nuk ka qenë ky qëllimi dhe prandaj nuk e kemi sot, por që duhet ta kemi në këtë program, është avantazhet që do të krijojmë për zhvillimin turistik. Ne kemi ndërmarrë një aksion që nuk do ndalet. Nuk do ndalet. Pastrimi i Bregdetit të Vlorës dhe krijimi i kushteve për të zhvilluar një projekt të standardeve më të mira të Mesdheut dhe për ta kthyer Vlorën në qytet në një port dinjitoze të Mesdheut për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin, është vetëm një pjesë. Ndërkohë që aksioni do të zbresi deri në Butrin. Dhe kush ka marrë përsipër të ndërtoj duke marrë peng të ardhmen e fëmijëve të këtij vendi, jo të kësaj zone, por të gjithë këtij vendi, sepse kjo zonë është është një nga arsyet e mëdha për të besuar se Shqipëria mund të zhvillohet shumë në pamje ekonomike dhe turistike, duhet të paguaj. Dhe do paguaj. Nuk do lëm ne okupator të detit që të bëjnë biznes mbi det. I kemi shëmbujt këtu në mes Sarandës, pistat tëra mbi det, marr deti peng, mbyllur deti, nuk shikon det, ecën në Sarandë se shef deti. Ktheu majtas mure, ktheu djathas mure, dhe vetëm në ato qarat minimale midis mureve shef në një cop det. E kush do vi këtu të shikoj perspektiv për të hedhur para për të investuar, nëse nuk do shikoj garanci që investimi i tij nuk do përfundojë në kosh. Apo nëse nuk do shikoj garanci që mbasi ai investon s'do i dalë njëri t'i vëri murin përpara. Se këtu tani u bë mod që murin ta vënë në det. Ta vënë vetëm mund ta marrësh në breg detit dhe ti mendon që të del njëri përpara, të vjen tjetri ta ngre mbi det murin. Këto janë
gjëra që nuk mund tolerohen më, por ndërkohë pastrimi është vetëm vendosja e themelit për të ndërtuar dhe për të zhvilluar. Dhe në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që ne të kemi një dimension natyrës ekonomike në program. Dhe të jemi shumë konkret për çdo element programit ku të themi, po, ky investim këtu do të sjell këtë dhe këtë si impakt dhe do të krijojë këto dhe këto avantazhe për të vazhduar zhvillimin. Se zhvillimi nuk do mbarojë kur të shtrohen me asfalt rrugët. Aty vetëm fillon. Dhe përfshirja e gjithë pjesës tjetër të jonit, dhe le ta quajmë një program zhvillimit jonit, ta quajmë, le të jetë një program zhvillimi plot i Bregdetit jon, është vlerë shtuar në këtë program. Kështu që me këtë bazë të hedhur dhe me vendosjen e elementit të bashkëpunimit me sekretarëve të njësive vendore pa dallime këtu partijake, me deputetët, me prefektin, me Ministrinë e Zhvillimit Urban, vendoset një bazë shumë e mirë për të tërhequr edhe më shumë vëmendjen e donatorëve, por edhe për të tërhequr më shumë investime. Është shumë e rëndësishme që ne ta shohim kështu dhe ta shohim sa më shpejt duke e pasur pastaj një program, jo program investime, thjesht program investime kapitale në Bregdet, por edhe programi i zhvillimit qëndrueshëm ekonomik, social dhe turistik të Bregdetit jon, që do të jetë një shembull pastaj i shkëlqyer për tjerët, për të kuptuar që po s'dolën nga Guacka dhe po nuk ndërvepruan në të gjitha nivelet e pushtetit, nga pushteti vendor, te ai qendror, ekzekutiv, te ai legjislativ dhe bashkë me donatorët, nuk kemi shans të bëjmë asgjë përveç se të përsërisim historinë e vjetër, një ujësiellës këtu, një kanal atje, dhe kemi sot të vetmen cop të mesdheut, me gropa septike, pa kanalizime, me ca me ujë të pishëm, ca me ujë që e pinë, po nuk dihet se çfarë vjen mbrapa, pa asnjë infrastrukturë bazë. Dhe jemi bërë të tërë obsesiv rrugë, po nuk tregon këtë historia e zhvillimit të qëndrueshëm të atyre vendeve që kanë qenë si ne 50, 60, 30 vjet më parë dhe sot janë ndryshe. Tregon diçka krejt tjetër. Që projektet komplekse, shëmbujt e ndërtuar mbi kompleksitetin e projektit bëjnë diferencën. Sot në Bregdetin e Spanjës ka filluar një program për disa vitesh i ngushtimit rrugëve. Rrugët që i bën me projekte të bazuara tek zgjerimi e tek infrastruktura, po i ngushtojnë. Pse? Për të ulur flukset e trafikut të lartë dhe për ta kthyer rrugën në një rrugë turistike. Sot në Kroaci po bëhen zhvillime që janë në Bregdet pa rrugë, duke inkurajuar rezorte turistike që kanë vetëm një mundësi hyrje nga deti. Dhe janë zhvillimet më të suksesshme. Dhe janë investimet me më shumë para. Private, sepse ata që vinë për të pushuar, vinë nga vende me rrugë me rrëmuja dhe nuk vinë këtu të bëjnë gara në makina. Flasim për diversifikimin e qasjes, nuk diskutohet që çfarë kemi pas, çfarë na u vu përpara, sfidet për luks, flitet për rrugë të domosdoshme.
por flasim për qasim. Dhe mos harrojmë në çfarë dimensioni jetojmë. Jetojmë në dimension shumë të vogël, se Delvina është një hap nga Bregdeti. Por ama Delvina ka disa potenciale që e plotësojnë, po themi, pamjen e mundësive të ndryshme për një turist apo për një investitor në turizëm. Po Gjirokastra është 2 hapa larg. Dhe përfshirja edhe e këtyre destinacioneve, jo për të investuar edhe në Gjirokastër, se është tjetër program, po përfshirja edhe këtyre destinacioneve të afërta, e pasuron dhe më tutje pamjen. Dhe ky duhet jetë një program i cili aq sa që vlen për donatorët, aq duhet vlen edhe për investitorët. Duhet jetë një program ku secili të gjej pjesën e vet. Jam i bindur që nëse një program i tillë i plot i vjet përpara Bankës Gjermane për zhvillim, edhe vëmendja të jeni të sigurt do të jetë më e lartë. Po edhe gatishmëria për të fokusuar më shumë këtu se sa për të ndarë, jo për arsyet e vet apo për arsye se ato gjëra i vijnë përpara, financimin e vet do të rritet. Në këtë aspekt, besoj që puna e bërë meriton sigurisht të lëvdohet dhe e lash për në fund që t'i falenderoj gjithë protagonistët dhe kësaj nisme, që është një nisëm shumë e rëndësishme dhe që ka një qasje strategjike për zhvillimin e Bregdetit, duke dhënë një shembull të fortë në Bregdetin jon. Falenderoj edhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit sinqerisht sepse është përfshirë në një projekt të një natyre të veçantë me eksperiencën e vet dhe ka bërë brenda një kohe relativisht shkurtër një pasqyrë tërheqëse. Edhe falenderoj shumë sinqerisht kryetarët e njësive vendore, nuk është falenderim formal, po është falenderim për një arsye që e thash 2 herë dhe e përsëris dhe për 3 herë, që kanë dalë nga kufit dhe janë bërë pjesë e këtij dhe të jenë të sigurt që nuk ka gjë më problematike për donatorët se sa kur duhet të konsiderojë një investim që përfshin shumë kryetarë, komunash dhe bashkish. Dhe fakti që ky program ka nisur me përfshirjen e kryetarëve të komunave dhe bashkive dhe nuk është si ato programet që janë gati pastaj duhet të shkohen ti bindesh një nga një, është ju siguroj një vlerë më vete e programit. Në rast se ky libër i programit plotësohet me gjithë këto element dhe bëhet një botim i shkëlqyer që trajton të gjitha aspektet dhe ka firmën e gjithë kryetarëve të njësive vendore, unë ju siguroj se ka 50% më shumë shans që të ketë sukses në tërheqjen e donatorëve dhe investitorëve se sa po ai libër të duhet kishte në fund, tani duhet fillojmë kontaktet me kryetarët e komunave të bashkimit. Që është një histori që nuk mbaron kur ndodh nga lart poshtë. Ndërtimi nga poshtë lart i gjithë këtij procesi është baza e suksesit dhe duhet besoni që me këtë instrument mund të bëhet një sukses i pandodhur në gjithë këto vite, brenda 4 vitesh. Por duhet të punojmë për të pasur një pamje sa më të plotë dhe sa më shtërruese të projektit. Nuk mundet do të paraqisim dhe se po zgjas pak një projekt tillë pa e përfshirë këtu Butrini. Pa përfshirë këtu element tjerë që nuk janë marrë normalisht në konsiderat sepse Butrindi është në
në rrugën e tij dhe administrohet dhe zhvillohet dhe ku diun, por janë gjitha gjërat rreth rrotull që bën. E bëjnë projektin atraktiv. Edhe pika, edhe vetë pika në mesdhe. Edhe vetë lidhjet më të afërta me pikat kryesore të mesdheut. E gjithë kjo ndodh gjysore larg Korfuzit. Edhe kjo është tërheqëse. Sepse për ata që e shohin, ndryshon perspektivën e gjës. Dhe me këto falenderime dhe me bindjen që ky program është një prioritet real dhe jo një prioritet si ato prioritetet që përdoren vetëm si fjalë, dhe po ashtu me bindjen që në një kohë të arsyeshme programi mund të plotësohet me gjithë elementet, ju siguroj që ne si qeveri do të jemi tërësisht në dispozicion për të mundësuar fillimin e punës konkrete, për të siguruar mbështetjen më të madhe të mundshme nga ana jonë që programit mund të financohet. Dhe njëkohësisht besoj që pavarësisht shumës modeste dhe nevojave shumë mëdha të përditshme që secili nga kryetarët e njësive vendore duhet të përballojë me atë shumë buxheti tjetër, çdo investim, sado i vogël, është mirë që të vihet në funksion të këtij programi dhe është mirë që dhe programi sado i vogël i investimeve në secilën komunë dhe në secilën bashki të diskutohet mes jush si një rreth njerëzisht interesuar për një zhvillim përtej kufive të njësisë, jo për të vendosur me vot kundër vullnetit secilit për jush, po thjesht për të krijuar sens bashkërendimi të energjive dhe sens të asaj që ndodh në gjithë zonën. Dhe asaj që duhet ndodhi nesër në gjithë zonën. E tha ministri, buxheti i vitit tjetër është një buxhet i një vendi në situatë financiare shqetësuese dhe është një buxhet i ndërtuar për stabilizuar ekonominë apo bazën e ekonomisë, për të stimuluar ekonominë duke marrë përgjegjësi të mëdha në raport me borxhet e mëdha që janë krijuar mes qeverisë dhe sektorit privat. E kjo do të kuptuar jo si dhënie parash për persona fizik, biznesmen, po si dhënie parash për të rivën lëvizje një ekonomi që është e bllokuar dhe për t'ju ridhënë frymëmarrje qindra kompanive që kanë mbrapa punëtor cilët sot nuk marrin rrogat nga kompanitë. Por, përtej të gjitha shtrëngesave të domosdoshme, buxheti është më i lartë për bashkitë dhe komunat se sa buxheti elektoral i vitit 2013. Çdo bashki do ketë më shumë grant të pakushtzuar, transfer të pakushtzuar, se sa ç'kishte në vitin 2013. Edhe bashkitë demokrate dhe bashkitë socialiste. Çdo komunë do të ketë më shumë se ç'kishte në vitin 2013. E di që nuk janë shumë, po ama do jetë më shumë se ç'ishte në vitin 2013, vitin elektoral. Me vetdijen se në të gjitha rastet ne duhet të mbajmë gjallë ritmin e një pune të përditshme që bëjnë bashkitë dhe komunat. Por kjo është rruga. Rruga është rruga e financimeve alternative, rruga e investimeve, rruga e zhvillimit brendshëm të territorit, me prodhim,
me tregti, me turizëm. Nuk është buxheti i shtetit që do ndryshoj jetën ekonomike të vendit. Është vetëm një nga instrumentat e ndryshimit të jetës ekonomike të vendit. Dhe eksperiencat tuaja dhe besoj unë edhe afrimi i zgjedhjeve duhet ju vënë në këtë alarmin që duhet bëni ca gjëra të tjera. Se çfarë do t'i thoni njerëzve mas 2 vjetësh. Dhe këtu jeni dhe përfaqësues forcash ndryshme politike dhe mund ta them këtë lirisht. Kështu që faleminderit edhe një herë për gjithë të nisëm. Faleminderit dhe kryetarit të Bashkisë së Sarandës për mikpritjen këtu në këtë sallë. Dhe besoj që fola më gjatë se ç'duhet, por e kisha qoftë nga entuziazmi që më krijoi projekti, qoftë nga dëshira që t'jap kontribut modest për ta përmirësuar programin dhe për ta bërë një program tërheqës për gjithë. Jo thjesht për qeverinë, se qeveria sa do të tërhiqet nga programi nuk ka lek për t'ju dhënë për programin. I nderuar kryeministër, të nderuar të ftuar, pjesëmarrës këtu në këtë tryezë dhe rrotull saj janë edhe përfaqësues të komunitetit të zonës së Bregdetit. Me lejen tuaj do të kërkoja edhe prej tyre një mendim lidhur me këtë program. Ti si e i komunitetit, po hajtë, më ta japim fjalë. Faleminderit. Modestisht do doja që t'jepja një sugjerim mbi këtë program, megjithëse e pash tani nuk kam pas mundësi ta shoh përpara. Shikoj që nuk ka vëmendje ndaj detit, megjithëse dhe fotot nga mbrapa dhe fotot përballë merren me detin. Nuk shikoj domethënë si thua një priqasje ndaj detit. Pra, duke pasur parasysh që prurja e turizmit nga deti, sidomos turizmit detar, pra me varka, kryuaziera, kemi dhe foto tani me kryuaziera, nuk është parë, do thosha unë, do ishte mirë që të shikoj ky aspekt, sepse është një turizëm i cili sjell të ardhura shumë shpejt dhe me kosto shumë të ulët investimi. Pra nga Vlora në Sarandë, për shembull, mund të ketë një prurje turistike dhe prurje numrash të shpejt dhe të madhe me një kosto të ulët. Mendoj që duhet parë dhe kjo pjesa e detit. Dhe pjesa tjetër që unë kisha merak, po kryeministri e përmendi, është orientimi i investimeve ndaj trashëgimisë kulturore, sepse përveç detit, një nga arsyet kryesore që njerëzit do të vinë në jug është trashëgimia kryesore. Vetëm Saranda ka 105 monumentet kategorisë parë, të cilat sot me përjashtim të Butrinit nuk vizitohet asnjëra. Dhe mendoj që këto lloj investimesh duhet të ishin mirë që të orientoheshin dhe ndaj trashëgimisë kulturore, sepse kjo do të rriste vlerën e zonës. Për shembull, kemi kishën Mesopotamin, një nga kishat shumë të rëndësishme, shumë shpejt do dalë edhe një studim mbi këtë kishë, mbi vlerat akoma më të mëdha që ka pasur në perandorinë bizantine dhe akoma dhe sot nuk vizitohet për shumë arsye, por edhe për një infrastrukturë të vogël. Dhe fundit fare do thosha është që një paketë e tillë do të donte shumë burime njerëzore. Pa burime njerëzore është e pamundur që të gjitha këto të vendoseshin në eficiencë. Për shembull, 105 monumentet e Sarandës janë të braktisura, jo vetëm të parestauruara, po dhe të pa menaxhuara nga burime njerëzore, pra nga njerëz, nuk kemi njerëz. Rinia sot e kësaj zone, të paktën flas për trashëgimin që e njoh dhe turizmin, në përgjithësi shkon në Tiranë apo shkon në Korfuz për të punuar, dhe nuk kemi përgatitur njerëz për ta ofruar këtë paketë në të ardhmen. Kështu që do të ishte mirë, mendoj unë, që në këtë, si thua, program të përgjithshëm, të kishte një element i cili shumë i rëndësishëm, përgatitja e burimeve njerëzore për ta implementuar pastaj këtë program. Faleminderit. Faleminderit zoti Tare.
Në qoftë se nga komuniteti i banorëve ka dëshirë të thotë fjalën e tij, po dikush. Edhe unë ndihemi privilegjuar që marr pjesë në këtë takim. Doja të përcjellja shqetësimin e vogël se në komunën e Finikit shtrihet parku arkeologjik i Finikit, i cili sot edhe kësaj dite është i pambrojtur, i parrethuar. Mundësia e vizitorëve në atë park është shumë e vështirë. Infrastruktura rrugore pothuajse nuk ekziston. Është në kushte shumë minimale. Ne kemi marrë pjesë në një program të Bashkimit Evropian në Interreg 4, kemi rezultuar fitues për mbrojtjen e parkut nëpërmjet kamerave të veshgimit dhe për promovimin e vlerave historike dhe kulturore të atij parku, por infrastruktura rrugore për të rritur numrin e vizitorëve në atë park është pothuajse zero. Ju falenderit. Infrastrukturën rrugore e kem program aty, po se ke parë programin si duket. Duke qenë duke kërkuar fonde në Bashkimin Evropian kur e kanë paraqitur, kur e keni parë me njëri tjetrin. Po besoj që prap jemi brenda të njëjtës temë dhe ai park është i jashtëzakonshëm për nga vlerat dhe është një fatkeqësi e madhe që ka mbetur komplet jashtë vëmendjes. Megjithatë, jemi shumë të qartë për një gjë që për këtë arsye duhet bërë ky program dhe për këtë arsye duhet të kthehet në një libër tërheqës për donatorët dhe për investitorët. Okej, më lejoni atëherë që ta mbyllim këtë takim duke i uruar udhë të mbar programit që sapo ka nisur për investimet kapitale në Bregdetin e Jugut. Faleminderit për pjesëmarrjen.